Përshëndetje miq, sot do të flasim pak për dhimbje. Domethënë e kena fol deri në tash edhe nga ana fiziologjike, e kena fol edhe nga ana psikologjike. Trupa kur ndëgjon një dhimbje, sa përqind e ka fiziologjike, sa përqind e ka psikologjike. Ose çfarë do të më kallëzu kjo dhimbje që kena? A ka një kuptim për me një gjuhë dhimbje pa orar, pa ditë, domethënë mund ta shfaq për çdo moment një gjë në dhimbje, edhe nuk dini si e ka fillu kjo dhimbje, ka fillu me një moment, nuk dim gjë hiç. Miq, njeri e bën gabim si normal, si psikologjike, si njeri e kena një sistem ose krya atë punë ose zhduke, ose nuk mundesh me kry. Edhe dhimbjet është njësoj punë. Na munojmë me eliminu dhimbje, por qose nuk mund ta eliminojmë dhimbjen, munojmë me shmang, domethënë munojmë me për shpejtim, si thoni, për me zhduk për dhimbjeve, për me ik. Kjo është si psikologji, domethënë e tham se fillon një dhimbje te kurizi, edhe na munojmë me ba ushtrime diçka për shkak, kur ndëgjojmë këtë dhimbjen, nuk ndëgjojmë vetëm edhe dhimbje, vijnë gjithë emocionale, domethënë çka këta emocionet, frikë, ankth, e fillon edhe përzihet edhe truni mrapa, e thot qose paralizohesh, qose nuk mundesh me punu, qose nuk mundesh me bë atë punë, qose shkon punë ma keq, qose nuk mundesh me ec. Atëherë e rritet edhe kortizolli te trupa, e bëhet faqa zi, domethënë. Për këtë arsye, për këtë rast miq, çfarë duhet më bë? I zgjedhjen është shumë kollajshme. Mos me ik pre dhimbjet, mos me provu me shmang për dhimbje. Për me menajt, për me marrë një frymë thjesht, edhe vëmendjen që kena për me përqendru the dhimbje, për me një gjuhë dhimbjen. E zam, unë e kam një dhimbje, mi ditë shpatëlleve. E munoj me një gjuhë këtë dhimbjen. Një gjoj. A thot gjatë dhimbje, ka ana emocionale, që është faqet e unë, është faqet e frika, e ka diqa, si punë zinxhirit. Kur ka dhimbje, zakonisht e tërheqet e gjana tjera. Një menim, një emocion diqa, janë si përzime. Edhe kur përqendrohen shumë të dhimbje, qose një gjoni, pa më fut pjesën e menimit, zhduket dhimbje, miq, mund të provosh këtë pjesë. Ky zhdukje nuk është domethënë se e shërohet probleme, por eliminohen nga ana psikologjike, domethënë. Eliminohen nga ana atë pjesën e ankthit, eliminohen atë pjesën e frikën, domethënë. Si më thënë unë juve tash, për shembull, bebet, hadin, fillon me qa, e qan, pse qan? Ose don ushim, ose don kujdes, ose thjesht e ka diqa, një temperatura diqa, mund të qajnë, ose ka bapis, do të me mendru pampersin, për këtë e qan. E ka një hall. Edhe trupi është njësoj punë. Na, pre angazhimenteve, harrojmë me një gjuhë vetën, harrojmë me kthej nga brenda, domethënë. Vetëm shohim jashtë, nuk kthejna hiç trupin. Nuk shohim hiç mrend, e shohim vetëm me kablekun, vetëm me punu, vetëm me jetu, vetëm me bë debate, për harrojmë trupi jon. Na jetojmë këtë trup, atëherë trupi ç'a bën? Për me kujtu veten, sa është ekziston edhe trupi, që na jetojmë te ky trup, atëherë shfaqet dhimbje. Kujton veten, domethënë. Nuk e kujton gjithmonë me dhimbje, kujton me lodhje. Pse? Për angazhimenteve, për shembull, nuk dëgjojmë asgjë. Ku atë moment e faza pun sa vim ulëm, atëherë shfaqet tan dhimbje, tan sëmundje, tan këta. Atëherë çfarë duhet më bë për këtë rast? Mund ta jetë një sëmundje, mund ta jetë një lodhje, mund ta jetë një dhimbje për trupin tënd.
Për mos mundu me zhduk për dhimbjet, mos mundu me ik nga ana menore. Do më thanë, e filon frika, mos me menu këtë frikën. Nuk du me menu këtë. E gabim ashtë miq. Ture, përqendroje këtë dhimbjen, problemin. Qa thot trupi, me një gjë pak me vetë dëshmën e si tonë, vetë dishmën, do më dhe. Jo me logiken. Vetë dishmën. Mos me fut shumë logiken. Kjo ishte një video për me shput zinxhirin kër, brenda ditave, mos me menat shumë te materiali, mos me menat shumë te angazhimenti, e ktheje brenda, do më thënë. Me meneje, thjesht bane një check-up të trupi. Një gjë e kembën, një gjë trupin, i liroje si pun meditimit. Pse ekziston meditimi? Pse qesohet meditime? Pse qesohet këta fejes, do më thënë këta ritualet që kërkojnë fejet? Për me kthej njerën nga brenda, se na harrojnë për angazhimentet e trupin. Përqendrojmë vetëm jashtë. Harrojmë me përqendru mbrenda. Kjo është miq. Kjo është që ose bajum këtë videon, e baj si kujtim edhe për vedi. Edhe për angazhimenta harroj edhe vetën. Se filon atër e pre shumë pun, e filon edhe dhimbjet e korizi, filon edhe dhimbjet e muskulare. E kujtoj vetën këtë videon për më pas, si thoni, vafte veshje, do më thënë. Kjo është. Ditën e mirë dhe mirë pash.